Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernilda Luzi. Bizneset e vogla dhe të mesme pritet të mbështeten përmes një dokumenti të ri politik për periudhën 2026-2030. Strategjia e nxjerr për konsultim publik synon rritjen e produktivitetit, digitalizimin, aksesin në financa dhe përgatitjen e ndërmarrjeve shqiptare për tregun evropian. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit ka nxjerrë për konsultim publik projekt vendimin që synon miratimin e dokumentit politik për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, një kuadër strategjik që lidhet edhe me procesin e integrimit evropian dhe përmbushjen e detyrimeve në kapitullin 20, ndërmarrjet dhe politikat industriale. Sipas relacionit, qëllimi kryesor i dokumentit është rritja e produktivitetit të bizneseve të vogla dhe të mesme, forcimi i konkurrueshmërisë dhe integrimi i tyre në zinxhirët evropian dhe ndërkombëtar të vlerës. Dokumenti evidenton se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme përfaqësojnë mbi 99% të ndërmarrjeve aktive në vend dhe gjenerojnë më shumë se 80% të punësimit. Dokumenti ndërtohet mbi 3 qëllime strategjike. Qëllimi i parë lidhet me forcimin e kapaciteteve të ndërmarrjeve përmes aftësive sipërmarrëse, inovacionit, digitalizimit, standardizimit dhe tranzicionit të gjelbër. Qëllimi i dytë fokusohet te përmirësimi i mjedisit operacional të biznesit, duke synuar një klimë të parashikueshme, shërbime publike më efikase dhe më shumë mundësi për eksport dhe zgjerim në tregjet rajonale dhe europiane, ndërsa qëllimi i tretë adreson aksesin në financa dhe menaxhimin e riskut, duke parashikuar më shumë instrumente financiare, rritje të edukimit financiar për sipërmarrësit dhe mekanizma më të mirë për ristrukturimin e bizneseve. Në total, dokumenti përfshin 11 objektiva specifike dhe 25 masa prioritare, nga ku këto masa mbulojnë fusha si zhvillimi i kapitalit njerëzor, inovacioni, transformimi digital, certifikimi sipas standardeve të Bashkimit Evropian, ekonomia e gjelbër, përmirësimi i klimës së biznesit dhe mbështetje financiare për sipërmarrjet. Ndërkohë, efektet financiare të parashikuara për zbatimin e këtij dokumenti llogariten në rreth 32.7 milion lekë dhe këto fonde pritet të mbulohen nga buxhetet vjetore të institucioneve përgjegjëse, donatorët dhe burime të tjera financimi. Kredia 22.5 milion euro që do të financojë ndërtimin e nën stacionit nën toksor 110-20 kV në qendër të Tiranës do të jetë me garanci shtetërore, teksa marrëveshja ka mbërritur në kuvent për diskutim. Projekti synon modernizimin e infrastrukturës së shpërndarjes së energjisë elektrike në kryeqytet. Kredia 22.5 milion euro që do financojë ndërtimin e nën stacionit nën toksor 110-20 kV në qendër të Tiranës do jetë me garanci shtetërore, teksa marrëveshja ka mbërritur në kuvent për diskutim. Sipas relacionit shoqërues, projekti synon modernizimin e infrastrukturës së shpërndarjes së energjisë elektrike në kryeqytet, përmes ndërtimit të një nën stacioni të ri nën toksor, i pari i këtij lloji në Shqipëri. Investimi konsiderohet i domosdoshëm për shkak të gjendjes së nën stacionit ekzistues pranë sheshit Skënderbej, i cili operon me një transformator të vetëm 80 MV amper dhe pa kapacitet rezerv. Autoritetet argumentojnë se infrastruktura aktuale nuk mund të përballojë kërkesën në rritje për energji elektrike në një nga zonat më të rëndësishme të kryeqytetit. Projekti synon zvendësimin e këtij nën stacioni me një strukturë të re, plotësisht të digitalizuar, që pritet të përmirësojë cilësinë e furnizimit, sigurinë dhe efikasitetin operacional të rrjetit. Kredia u miratua nga Berg gjatë vitit 2025, pasi kostot e projektit pësuan një rritje të konsiderueshme, krahasuar me vlerësimet fillestare. Fillimisht ndërtimi në stacionit ishte parashikuar të kushtonte rreth 14.5 milion euro, por dizajni teknik përfundimtar i përgatitur nga një konsulent i specializuar evidentoi nevojën për rreth 8 milion euro shtesë. Sipas Berg, rritja e kostove lidhej kryesisht me presionet inflacioniste mbi çmimet e lëndëve të para, përmirësimin e specifikimeve teknike dhe përfshirjen e kërkesave përfundimtare të projektit. Gjatë muajit maj, vendi ynë mirëpriti 1.123.595 vizitorë të huaj, një rritje për 16% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kosova dhe Italia vijojnë të japin kontributin më të madh në numrin e përgjithshëm të vizitorëve. Shqipëria vijon të forcojë pozitat e saj si një nga destinacionet turistike me rritjen më të shpejtë në rajon. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha bëri të ditur se gjatë muajit maj 2026 vendi ynë mirëpriti 1.123.595 vizitorë të huaj,
një rritje prej 16% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas ministrit Gonxha, kjo ecuri pozitive lidhet me rritjen e investimeve publike dhe private në infrastrukturën turistike, zgjerimin e kapaciteteve akomoduese, promovimin e vazhdueshëm të destinacioneve shqiptare dhe kalendarin e pasur të aktiviteteve gjatë gjithë vitit. Gjithashtu, forcimi i imazhit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare ka ndikuar në shtimin e interesit të turistëve të huaj. Ndërkohë, rritje të ndjeshme janë regjistruar me vizitorë nga tregjet të rëndësishme evropiane dhe ndërkontinentale, ndërsa Kosova me 321.714 vizitorë dhe Italia me 120.344 vizitorë vijojnë të japin kontributin më të madh në numrin e përgjithshëm të vizitorëve. Gjithashtu interesi në rritje nga SBA-ja, Kanadaja, Mbretëria e Bashkuar dhe vende të tjera me potencial të lartë konfirmon atraktivitetin e Shqipërisë për turistët që kërkojnë përvoja autentike, kulturë, natyrë dhe mikpritje, thekson ministri Blendi Gonxha. Nga ana tjetër, rritjen më të lartë të vizitorëve gjatë muajit maj e ka shënuar Lituania përkatësisht me 273%, e ndjekur nga Danimarka me 253%, ndërsa rritje të konsiderueshme janë regjistruar edhe nga Finlanda me 83%, Polonia me 80%, Irlanda me 63% dhe Izraeli me 48%. Po kështu, numri vizitorëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja është rritur me nga 37% secili, ndërsa nga Mbretëria e Bashkuar me 32%. Gjithashtu, rritje janë regjistruar edhe nga Suedia me 26%, Republika Çeke me 25%, Belgjika dhe Italia me nga 24%, Franca me 21%, Portugalia me 19% dhe Kosova me 15%. Me mbi 1.1 milion vizitorë të huaj vetëm gjatë muajit maj, Shqipëria konfirmon trendin pozitiv të rritjes së turizmit dhe vijon të mirëpres turist nga e gjithë bota. Kostot e ndërtimit në Shqipëri u rritën me 1.1% në 3 mujorin e parë të vitit 2026, të nxitëra kryesisht nga rritja e shpenzimeve për paga dhe transport, ndërkohë çmimet e materialeve të ndërtimit shënuan rënje. Sektori i ndërtimit në Shqipëri ka vijuar të përballet me rritje të kostove edhe gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2026. Sipas të dhënave më të fundit nga Instat, indeksi kushtimit në ndërtim arriti në 114.4 pikë, duke reflektuar një rritje vjetore prej 1.1%, pak më e lartë se rritja prej 1% e regjistruar në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja e kostove është nxitur kryesisht nga shpenzimet për fuqinë punëtore. Grupi shpenzime për paga shënoi rritjen më të lartë me 4.8% krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit 2025, duke treguar se mungesa e fuqisë punëtore apo rritja e pagave po vazhdojnë të rrisin kostot e kompanive të ndërtimit. Në rritjen e kostove ndikuan gjithashtu edhe grupi kostot të tjera me një zgjerim prej 2.5%, shpenzimet e transportit me 1.7% dhe kostot e makinerive me 1.5%. Ndërkohë materialet e ndërtimit kanë ndjekur një prirje të kundërt, duke shënuar një ulje mesatare prej 0.9%. Brenda grupit të materialeve, rënja më e fortë është regjistruar tek materialet bazë të ndërtimit, të cilat u ulën me 1.4%, ndërsa materialet hidrosanitare dhe të ventilimit ranë me 0.9%. Në të kundërt, materialet elektrike dhe të komunikimit rezultuan më të shtrenjtat, me një rritje prej 0.5%. Edhe në krahasim me 3 mujorin e fundit të vitit 2025, kostot e ndërtimit kanë vijuar të rriten, megjithëse me ritme më të moderuara. Indeksi u zgjerua me 0.3%, i mbështetur kryesisht nga rritja e kategorisë kostot të tjera me 1.7% dhe nga shtimi i shpenzimeve për paga me 0.6%. Të dhënat tregojnë se ndoshta çmimet e materialeve po stabilizohen dhe në disa raste po ulën, presioni nga kostot e punës, transportit dhe operimit po mban në rritje shpenzimet totale të sektorit. Kjo situatë pritet të vazhdojë dhe të ndikojë në çmimin përfundimtar të projekteve të reja të ndërtimit dhe në investimet e ardhshme në këtë sektor. Gjatë muajit maj, Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka miratuar gjithsej 2.994 vendime legalizime. Sipas ASHK-s, përfituesit e këtyre vendimeve nuk do të kenë nevojë të paraqiten fizikisht pranë sporteleve për të tërhequr dokumentacionin. Agjencia Shtetërore e Kadastrës bën të ditur se gjatë muajit maj janë miratuar gjithsej 2.994 vendime legalizime,
duke vijuar procesin e formalizimit të ndërtimeve dhe pajisjes së qytetarëve me dokumentacionin përkatës të pronësisë. Sipas Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, përfituesit e këtyre vendimeve nuk do të kenë nevojë të paraqiten fizikisht pranë sporteleve për të tërhequr dokumentacionin. Vendimet e legalizimit do të jenë të disponueshme në mënyrë elektronike në profilin personal të çdo qytetari në platformën e-Albania, të pajisura me vulë digjitale dhe në shkrim elektronik, duke garantuar vlefshmërinë ligjore të dokumentet. Ky proces është pjesë e përpjekjeve për modernizimin e shërbimeve publike dhe lehtësimin e procedurave administrative për qytetarët. Përdorimi i dokumenteve elektronike synon të reduktojë kohën e pritjes, të shmang burokracitë dhe të ofrojë akses më të shpejtë në shërbimet shtetërore. Për transparencë dhe informim të plotë, listat emërore të përfituesve janë publikuar në faqen zyrtare të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në rubrikën Publikime. Këto lista janë të organizuara sipas drejtorive vendore përkatëse, duke u mundësuar qytetarëve të verifikojnë nëse janë përfshirë në vendimet e miratuara gjatë muajit maj. Procesi i legalizimit është i rëndësishëm për formalizimin e pasurive, garantimin e sigurisë juridike për pronarët dhe përmirësimin e administrimit të territorit. ASHK vijon punën për përmbylljen e proceseve të legalizimit dhe ofrimin e shërbimeve më efikase për qytetarët në të gjithë vendin. Nga një prej popullsive më të reja të Europës, Shqipëria përjafrohet vendeve më të plakura të kontinentit, ndërsa mosha mediane ka fituar mbi 10 vite në pak më shumë se një dekadë. Shqipëria po përjeton një nga transformimet më të shpejta demografike në Europë. Në vetëm 11 vite, mosha mediane e popullsisë është rritur nga 34,7 vjeç në vitin 2015 në 45 vjeç me 1 janar të vitit 2026, duke shënuar një rritje prej 10,3 vitesh. Të dhënat tregojnë se vendi po plaket me ritme dukshëm më të shpejta se Bashkimi Evropian, ku mosha mediane është rritur me vetëm 2,1 vite gjatë së njëjtës periudhë. Mosha mediane është një nga treguesit më të rëndësishëm demografik, pasi ndan popullsinë në dy pjesë të barabarta. Gjysma e banorëve janë më të rinj se kjo moshë dhe gjysma më të moshuar. Rritja e saj tregon se pesha e popullsisë së re po zvogëlohet, ndërsa ajo e moshave më të mëdha po zgjerohet. Në vitin 2015, Shqipëria ishte ndër vendet më të reja të Europës me një moshë mesatare prej vetëm 34,7 vite. Një dekadë më vonë ajo ka arritur në 45 vjeç, duke u afruar nivelit të vendeve më të plakura të kontinentit. Ndërkohë mesatarja e Bashkimit Evropian është rritur nga 42,8 në 44,9 vjeç në vitin 2025, me një ndryshim shumë gradual. Fenomeni lidhet me disa zhvillime që kanë shoqëruar Shqipërinë gjatë viteve të fundit. Rënja e lindshmërisë, emigracioni i vazhdueshëm i të rinjve dhe rritja e jetëgjatësisë kanë ndryshuar strukturën e popullsisë. Krahasuar me rajonin, Shqipëria ka kaluar nga një vend relativisht i ri në një vend me profil gjithmonë më të ngjashëm me shtetet europiane që prej vitesh përballen me plakjen e popullsisë. Në vitin 2025, mosha mediane në Shqipëri rezultonte më lart se disa vende të Ballkanit Perëndimor si Mali, Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina, ndërsa diferenca me mesatarin evropian është ngushtuar ndjeshëm. Sipas të dhënave të Eurostat, vendet me moshën mediane më të lartë në Bashkimin Evropian janë Italia, Portugalia, Bullgaria dhe Greqia. Shqipëria mbylli vitin 2025 me afërsisht 138.000 ndërmarrje ekonomike aktive, ose mesatarisht një biznes për çdo 17 banor. Tirana kryeson me 66.437 biznese aktive dhe një ndërmarrje për çdo 11,5 banor, ndërsa pasaj renditen Vlora dhe Durrësi. Shqipëria mbylli vitin 2025 me rreth 138.000 ndërmarrje ekonomike aktive, që do të thotë se në vend operon mesatarisht një biznes për çdo 17 banor. Të dhënat e Instat tregojnë se sipërmarrja mbetet e përqendruar kryesisht në qendrat më të mëdha ekonomike dhe turistike të vendit, me Tiranën, Vlorën dhe Durrësin, që kryesojnë renditjen për numrin e bizneseve në raport me popullsinë. Qarku i Tiranës vijon të mbetet motori i ekonomisë shqiptare me 66.000 ndërmarrje aktive dhe 765.000 banor. Kryeqyteti regjistron densitën më të lartë të bizneseve në vend, me një ndërmarrje për çdo 11,5 banor. Kjo do thotë se pothuajse gjysma e bizneseve aktive në Shqipëri janë të përqendruara në qarkun e Tiranës. Pas Tiranës renditet Vlora, e cila konfirmon rolin gjithmonë më të rëndësishëm në ekonominë shqiptare, me rreth 11.000 ndërmarrje aktive. Qarku numëron një biznes për çdo 12,6 banor. Pozicioni i Vlorës lidhet ngushtë me zhvillimin e turizmit, shërbimeve dhe tregtisë, sektor që ka njohur zgjerim të vazhdueshëm vitet e fundit. Në vendin e tretë renditet Durrësi me një biznes për çdo 15,3 banor. Në anën tjetër të renditjes qëndrojnë Qarqi me densitë më të ulët të sipërmarrjes. Dibra rezulton me vetëm një biznes për çdo 45,5 banor, duke regjistruar nivelin më të ulët në vend.
Pastaj vin Kuksi me një biznes për çdo 40 banor dhe Berati me një biznes për çdo 33 banor. Për krahasim rajonal, Shqipëria rezulton ndër vendet me përqendrimin më të lartë të bizneseve në raport me popullsinë. Me një ndërmarrje aktive për çdo 17 banor, vendi rënditet pas malit të Zi, ku ka afërsisht një biznes për çdo 10 banor, ndërkohë në Maqedoninë e Veriut raporti është një biznes për 27 banor, në Kosovë 1 për 30 banor, në Serbi 1 për 31 banor dhe në Bosnjë Hercegovinë 1 për 37 banor, sipas të dhënave më të fundit të disponueshme për vendet e rajonit. Shqipëria bëhet pjesë e projektit të ri të Bashkimit Evropian për pronësinë intelektuale, EU for IP Ballkani Perëndimor. Nisma synon në forcimin e mbrojtjes së markave, patentave dhe të drejtave të autorit, ndërsa ekspertja Albana Laknori thekson se bizneset shqiptare duhet të përgatiten për standardet evropiane të konkurrencës. Shqipëria bëhet pjesë e projektit të ri EU for IP të Bashkimit Evropian për pronësinë intelektuale, një nismë që synon forcimin e mbrojtjes së markave, patentave, dizajneve industriale dhe të drejtave të autorit në vendet e Ballkanit Perëndimor. Nisma pritet të mbështesë institucionet shqiptare me asistencë teknike, shkëmbim ekspertize dhe parafrim të mëtejshëm të legjislacionit me standardet europiane. Për eksperten Albana Laknori, ky projekt lidhet drejt për drejt edhe me procesin e integrimit europian dhe harmonizimin e Shqipërisë me kapitujt e negociatave. EU for IP është një nga projektet e fundit i lançuar nga Komisioni Evropian, madje edhe nga CEFTA, sekretariati i CEFTA-s në Bruksel, dhe absolutisht përgëzojmë DPP-in dhe Ministrinë e Ekonomisë dhe të Inovacionit si nismëtare të kësaj fushe kaq të madhe dhe kaq me vlerë. Shkon në harmoni dhe me kapitullin 7 të integrimit dhe të harmonizimit në vazhdon e 33 kapitujve. Gjithashtu shkon mbar dhe me rritjen dhe me bashkëpunimin rajonal, sepse vetë CEFTA promovon bashkëpunimin rajonal për vendet që janë para aderimit në EU. Sipas ekspertes Laknori, afrimi me tregun europian do ta bëjë këtë proces edhe më të domosdoshëm, pasi kompanitë shqiptare do të përballen me rregulla më të forta konkurrence dhe me standarde më të larta mbrojtjeje. Gjithashtu e vlerësoj edhe për vetë bizneset. Ne po i afrohemi EU-s në mënyrë të pa kthyshme. Bizneset duhet të mësojnë që prona intelektuale mbrohet. Prona intelektuale nuk vidhet. Në të gjitha marrëdhëniet që do kenë në të ardhmen me kompanitë rajonale dhe europiane, do shfaqen problematika në mungesën e konkurrueshmërisë nëse ato nuk e kanë të mbrojtur. Kështu që edhe ne këtë projekt e shohim si një promovim të pronësisë intelektuale, një edukim të biznesit për të mbrojtur çdo gjë që ata prodhojnë. Për Shqipërinë, ndikimi pritet të jetë drejt për drejt në përmirësimin e klimës së biznesit, mbrojtjen e investitorëve dhe nxitjen e sipërmarrjeve që bazohen te inovacioni, kreativiteti dhe konkurrueshmëria. Ministria e Bujqësisë ka hedhur për konsultim 2 projektligje, të cilat synojnë krijimin e një strukture publike të specializuar, siç është urdhri i agronomit dhe përfshirjen e profesionit të agronomit në ligjin për profesionet e rregulluara. Mungesa e rregullimit institucional të profesionit të agronomit ka krijuar një boshllëk në cilësinë e shërbimeve bujqësore, në besueshmërinë e ekspertizës profesionale dhe në mbrojtjen e interesit publik në fushat jetike të sigurisë ushqimore, menaxhimit të tokës dhe mbrojtjes së mjedisit. Për këtë arsye, Ministria e Bujqësisë ka hedhur për konsultim projektligjin për urdhrin e agronomit, i cili paraqet zgjidhjen ligjore dhe institucionale për këtë situatë, duke propozuar krijimin e urdhrit të agronomit si një ent publik vetrregullues profesional. Objektivat që synohen të arrihen nëpërmjet këtij projektligji janë rregullimi i ushtrimit të profesionit të agronomit dhe i profesioneve të lidhura, përmes një kuadri ligjor të unifikuar, antarësimit në urdhrin e agronomit dhe regjistrimin në regjistra të posaçëm në funksion të mbrojtjes së interesit publik, garantimi i cilësisë, përgjegjësisë dhe etikës profesionale, mbrojtja e interesit publik në fushat e bujqësisë, mjedisit dhe ushqimit, parafrimi i kuadrit ligjor shqiptar me praktikat dhe standardet evropiane për profesionet e rregulluara. Paralelisht me këtë draft, Ministria e Bujqësisë ka hartuar dhe hedhur për konsultim publik dhe një projektligj tjetër që synon ndryshimin e kuadrit ligjor në fuqi për profesionet e rregulluara,
me qëllim përfshirjen e profesionit të agronomit dhe profesioneve të lidhura me të, duke u përkështu subjekti legjislacionit përkatës në fuqi. Kjo ndërhyrje legjislative vjen si rezultati i domosdoshmërisë për adresimin e mungesës së legjislacionit të posaçëm mbi ushtrimin e këtyre profesioneve në Republikën e Shqipërisë. Në këtë kuadër, projekt ligji parashikon krijimin e një strukture publike të specializuar siç është urdhri agronomit, përgjegjës për organizimin, mbikëqyrjen dhe vendosjen e standardeve për ushtrimin e profesionit të agronomit dhe profesioneve të lidhura me të. Kjo strukturë do të funksionojë si mekanizëm vetërregullues nëpërmjet vendosjes së detyrimit për anëtarësim dhe regjistrim profesional, si dhe përmes zbatimit të rregullave etike dhe disiplinore. Rezultatet e ankantit të fundit sinjalizon një ngadalësim të kërkesës për obligacionet afatgjata krahasuar me muajt e mëparshëm. Megjithatë, obligacionet 15 vjeçare vazhdojnë të mbeten një alternativë e rëndësishme investimi për ata që synojnë kthime të qëndrueshme në afat të gjatë. Interesi investitorëve për obligacionet 15 vjeçare rezultoi më i moderuar në ankantin e 3 qershorit, ku kërkesa nuk arriti të mbulojë plotësisht shumën e shpallur nga Ministria e Financave. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, në ankantin e zhvilluar më 3 qershor për obligacionet 15 vjeçare, yieldi uniform i pranuar dhe kuponi u vendosën në nivelin 6.22%. Megjithatë, në krahasim me ankantet e kaluara, yieldi është më i lartë. Ministria e Financave kishte nxjerrë në ankant 2 miliard lekë, ndërsa kërkesa totale arritën në rreth 1.41 miliard lekë. Si rezultat, u pranuan oferta me vlerë rreth 1.41 miliard lekë, duke mos u arritur objektivi fillestar i financimit. Treguesi i mbulimit të ankantit rezultoi 0.71, që tregon se kërkesa ishte më e ulët se oferta e shpallur. Yieldi minimal i kërkuar nga investitorët ishte 5.5%, ndërsa yieldi maksimal i kërkuar arriti në 6.7%, duke pasyruar pritshmëri të ndryshme të trekut për kthimin e kërkuar në këtë maturitet afatgjat. Megjithatë, obligacionet qeveritare vijojnë të mbeten instrumente tërheqëse për investitorët që kërkojnë siguri dhe të ardhurat të parashikueshme në afat të gjatë. Ato ofrojnë mbrojtje të kapitalit dhe mundësi diversifikimit të portofolit, veçanërisht për investitorët institucional dhe individët me horizonte investimi afatgjata. Për këtë vit, Ministria e Financave ka planifikuar ankante të rregullta të titujve qeveritar për të siguruar financimin e nevojshëm të buxhetit dhe për të mbështetur zhvillimin e tregut të borxhit të brendshëm. Ecuria e ankanteve do të varet nga kushtet e likuiditetit në treg, pritshmëritë për normat e interesit dhe kërkesa e investitorëve. Për ankanti më i fundit për obligacionet 15 vjeçare tregoi një interes më të moderuar të investitorëve krahasuar me disa ankante të mëparshme, pasi kërkesa nuk arriti të mbulojë shumën e shpallur. Megjithatë, niveli i yieldit prej 6.22% vazhdon ta bëjë këtë instrument një alternativë tërheqëse për investitorët që synojnë të sigurojnë të ardhurat të qëndrueshme në një horizont 15 vjeçar. Shqiptarët vazhdojnë të mbështeten kryesisht te motorët e kërkimit për të gjetur informacion në internet. Nga ana tjetër, rrjetet sociale përbëjnë gati 30% të tregut, duke mbetur një kanal i rëndësishëm. Shqiptarët vazhdojnë të mbështeten kryesisht te motorët e kërkimit për të gjetur informacion në internet, ndërsa chatbotet e inteligjencës artificiale mbeten ende një mjet me përdorim më të kufizuar. Të dhënat e StatCounter për majën e 2026 tregojnë se platformat e kërkimit zotërojnë rreth 70% të tregut të referimeve online në Shqipëri. Nga ana tjetër, rrjetet sociale përbëjnë gati 30% të tregut, duke mbetur një kanal i rëndësishëm për zbulimin e përmbajtjes dhe informacionit. Megjithatë, pesha atyre ka rënë ndjeshëm gjatë muajve të fundit, teksa motorët e kërkimit kanë fituar terren. Ndërkohë, chatbotet e bazuara në inteligjencën artificiale përfaqësojnë vetëm 0.25% të tregut. Edhe pse përdorimi i mjeteve si ChatGPT dhe platformave të ngjashme është rritur në nivel global, të dhënat sugjerojnë se ndikimi i tyre në trafikun online në Shqipëri mbetet më i vogël krahasuar me forma tradicionale të navigimit në internet. Gjatë vitit të fundit ka ndodhur një ndryshim i dukshëm në sjelljen e përdoruesve. Në mesin e vitit 2025, motorët e kërkimit dhe rrjetet sociale kishin pothuajse të njëjtën peshë, secila kategori me gati rreth gjysmën e tregut. Megjithatë, në muajt e fundit të analizës, kërkimi online ka shënuar një tjetër rritje të fortë, duke arritur nivelin më të lartë të periudhës, ndërsa rrjetet sociale kanë pësuar një tkurrje të konsiderueshme. Kjo tendencë sugjeron se përdoruesit shqiptar po orientojnë gjithnjë më shumë drejt kërkimit të drejtpërdrejtë të informacionit në internet, ndërsa inteligjenca artificiale si dhe rrjetet sociale, pavarësisht vëmendjes së madhe që kanë marrë globalisht, ende nuk kanë arritur të ndryshojnë mënyrën domethënëse se si shumica e shqiptarëve navigojnë dhe gjejnë informacione online. Google Chrome po forcon ndjeshëm dominimin në tregun shqiptar të shfletuesve të internetit. Të dhënat e StatCounter sugjerojnë se në majën e vitit 2026, Chrome arriti të kontrollojë 67% të tregut, niveli më i lartë i regjistruar gjatë 12 muajve të fundit.
Në kahun tjetër, Safari ka përjetuar një ecuri të kundër, fletuesi i Apple, i cili një vit më parë lëvizte pra nivelit 38 deri në 40%, ka rënë në 27% në maj. Kjo do të thotë se Safari ka humbur mbi 10 pikë përqindje brenda një viti, ndërsa diferenca me Chrome është zgjeruar ndjeshëm. Gënjimi i diellit për energji ka kursyer Evropës 12.8 miliard euro që nga 2 qershori, mesatarisht 136 milion euro në ditë. Një raport zbuloi se energjia erës dhe diellore përbën një rekord për 30% të energjisë elektrike të Bashkimit Evropian. Një analizë re nga Solar Power Europe zbulon se shfrytëzimi i dritës së diellit për energji ka kursyer Evropës 12.8 miliard euro që nga 2 qershori, mesatarisht 136 milion euro në ditë. Disa vende evropiane kanë demonstruar tashmë përfitimet e revolucionarizimit të sistemeve të tyre energjetike, duke u përqendruar në teknologjinë e gjelbër përpara luftës kundër Iranit. Që nga viti 2019, Spanja ka dyfishuar kapacitetin e saj të energjisë nga era dhe dielli, duke shtuar më shumë se 40 gigawatt në përzierjen e saj të energjisë. Për ta vënë këtë në perspektivë, një termocentral me kapacitet prej 1 gigawatt mund të furnizojë me energji afërsisht 876.000 familje për një vit, nëse ato konsumojnë mesatarisht 10.000 kWh energji elektrike në vit. Rritja e energjisë nga era dhe dielli në Spanjë ka ulur ndikimin e gjeneratorëve të shtrenjtë të energjisë fosile në çmimin e energjisë elektrike me 75% që nga viti 2019, tha grupi ekspertëve për energjinë Ember në një raport të publikuar vitin e kaluar. Kjo rënje në orët kur çmimi i energjisë elektrike ishte i lidhur me koston e energjisë me gaz ishte më shpejt dhe në vende të tjera të varura nga gazi si Italia dhe Gjermania. Në tregjet evropiane të energjisë, gjeneratori më i shtrenjtë që vepron për të përmbushur kërkesën, që zakonisht është lënë djegëse fosile, përcakton çmimin orar me shumicë të energjisë elektrike. Megjithatë, ndërsa prodhimi nga teknologjitë me kosto më të ulët si era dhe dielli rritet, ai zëvendëson gazin dhe qymyrin, që do të thotë se lëndëdjegëse fosile përcaktojnë çmimin më radh. Era rekord ka ndihmuar gjithashtu Mbretërinë e Bashkuar të thyejë një rekord të ri në energjinë rinovueshme, pavarësisht pretendimeve fantazi se vendi duhet të shpojë në detin e veriut për naftë. Më 26 mars, prodhimi britanik i energjisë nga era arriti një nivel të ri për 23.880 megawatësh, energji mjaftueshme për të mbuluar 23 milion shtëpi. Në vitin 2025, energjia erës dhe diellore gjeneruan më shumë energji elektrike në Bashkimin Evropian se sa lëndëdjegëse fosile për herë të parë, duke shënuar atë që ekspertët e përshkruan si një pikë referime të madhe në kalimin drejt energjisë së pastër. Një raport nga Ember zbuloi se energjia erës dhe diellore përbën një rekord për 30% të energjisë elektrike të Bashkimit Evropian, duke tejkaluar lëndëdjegëse fosile vetëm me 1%. Shefi i transportit të Bashkimit Evropian tha se nuk ka shenja të mungesës së karburantit për avionët në Evropë në muajt e ardhshëm, pavarësisht tronditjes energjetike nga lufta e Iranit. Shoqata ndërkombëtare e transportit ajror thotë se karburanti për avionët përbën 25 deri 30% të kostove operative të linjave ajrore. Shefi i transportit të Bashkimit Evropian tha se nuk ka shenja të mungesës së karburantit për avionët në Europë në muajt e ardhshëm, pavarësisht tronditjes energjetike nga lufta e Iranit. Ngushtica e Hormuzit, një korridor qytetar që lidh gjirin me tregjet globale, është mbyllur gjatë 3 muajve të fundit, duke ulur furnizimet me naftë me rreth 14 milion fuqi në ditë, ose 14% të kërkesës globale. Aktualisht nuk ka mungesë karburanti për avion në Europë. Nuk kemi shenja se do të kemi mungesë edhe në periudhën e ardhshme, tha në një intervistë komisioneri i transportit Apostolos Xixikocas, duke shtuar se aeroportet rajonale ishin më në rrezik. Shqetësimi kryesor është rritja e çmimeve. Shoqata ndërkombëtare e transportit ajror thotë se karburanti për avionët përbën rreth 25 deri 30% të kostove operative të linjave ajrore. Kjo është arsyeja pse shohim që disa linja ajrore po zgjedhin të anulojnë disa nga itinerarët e tyre që nuk kishin asnjë kuptim ekonomik, tha Xixikostas. Pasagerët mund të mos e ndjejnë ndikimin e plotë të çmimeve më të larta deri më vonë këtë vit ose vitin tjetër, pasi skadojnë garancitë e linjave ajrore. Megjithëse komisioneri tha se situata ishte shumë e ndryshme nga një linjë në tjetrën. Analistët presin që çmimet
e naftës janë mesatarisht rreth $90 për fuqi këtë vit, 40% më shumë se në shkurt. Duke parë fundin e vitit, Zizi Kostas tha se situata do të ishte shumë e vështirë nëse furnizimet e lindjes së mesme do të mbeteshin të ndërprera. Është thelbësore që lufta të ndalet dhe që ngushtica e Hormuzit të hapet dhe kjo duhet të ndodhë sa më shpejt e të mundur. Duhet ta kemi gjithmonë parasysh se Europa është e përgatitur. Ne kemi rezervat e emergjencës në shtetet tona anëtare, tha ai, duke shtuar se Komisioni do të koordinonte çdo lëshim dhe nuk ishte nevojë të diskutojë rishpërndarja e rezervave për momentin. Për te aviacionit, një konflikt i zgjatur mund të godasë ekonominë globale. OECD ka paralajmëruar se kjo mund të ngadalsojë ndjeshëm rritjen në nivelet e fundit të vërejtura gjatë krizës financiare 2008-2009 ose pandemisë COVID-19. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.lo, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.